marrja e kryetarit Bashkisë Tiranës nga puna për ta mbyllur pa gjyq në qeli është një ngjarje tejet e madhe. Gjykatësi ka firmosur t'ja heqë kokën nga shpatullat Bashkisë Tiranës, duke e lënë praktikisht pa drejtim një kryeqytet me 1001 punë ditë pa gjyq. A e dini që kryetari i Bashkisë Tiranës, të cilit dje ju dha masa arrest me burg, nuk është i pandehur? Prokurori nuk mendon që është gati të kërkoj hapjen e gjyqit, sepse nuk i ka provat të mjaftueshme, por ka, sipas tij, dyshime të mjaftueshme. Ato i drejtohen në mënyrë të posaçme prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, si mbajtës të një funksioni të lartë publik, nga të cilët pritet përgjegjësi, profesionalizëm dhe vendosmëri. Të nderuar prokuror, rekomandimet për vitin 2025 janë të strukturuara në 8 fusha kryesore. Fusha e parë, respektimi të drejtave të njerëzit, që duhet jetë në qendër të punës prokurorisë. Kërkohet respektimi i parimit të prezumimit të pavarësisë, respektimi të drejtave procedurale të pandehurve dhe viktimave, shmangja e vonesave të pajustifikuara në hetime dhe përdorimi proporcional i masave të sigurimit. Fjalët që Ulsi Manja lexonte në letër krijonin idenë se porositë e kryeministrit, atë për ndryshimin e drejtësisë, kishin filluar të zbatoheshin. Mënyra se si drejtësia kishte operuar deri tani nuk krijon besim te qeveria, e cila falë edhe votbesimit të 11 majit, ndihet edhe më e pushtetshme përballë SPAK. Ky është një akt institucional me karakter orientues, i cili mishron përgjegjësinë kushtetuese të Këshillit të Ministrave për të garantuar sigurinë publike në bashkëpunim me sistemin e drejtësisë penale dhe në veçanti organin e akuzës dhe në respekt të plot të pavarësisë prokurorisë. Rekomandimet janë hartuar mbi bazën e një analize të thelluar të situatës kriminale në vend, të dhënave statistikore të raportuara nga vetë organi prokurorisë, raporteve të institucioneve ligjzbatuese, prioriteteve kombëtare dhe angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë, veçanërisht në kuadër të procesit të integrimit evropian. Por rekomandimet e Ulsi Manjës nuk e impresionuan Altin Tumanin. Nderuar zoti ministri i drejtësisë, patjetër rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave në luftën kundër kriminalitetit janë pjesë e punës së përditshme të prokurorëve të prokurorisë së posaçme, besoj edhe të prokurorëve të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe ne si institucion përpiqemi që to rekomandime të gjejnë zbatim në punën e institucionit, madje në raportimet vjetore që ne bëjmë, japim edhe një përshkrim se si është reflektuar përmbushja e këtyre rekomandimeve të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, pasi jemi njohur me rekomandimet, nuk mund të rri pa thënë disa element, disa gjetje tonët. Për shembull, do të them se rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të marrshme, sidomos për institucion si SPAK që funksionon mbi bazën e efikasitetit, rezultateve dhe besueshmërisë publike. Me tonë të qetë, por të prerë, drejtuesi i prokurorisë së posaçme i konsideroi rekomandimet e qeverisë si surreale dhe të pazbatueshme. Gjithashtu, rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si hetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, forcimi i qasjes strategjike, por nuk ofrojnë asnjë përkufizim operacional apo kuptim të qartë për to. Kjo krijon pasiguri dhe në zbatimin praktik dhe mund të çojë në interpretim të ndryshëm nga institucionet zbatuese.
për një strukturë si SPAK që vepron mbi bazën e akteve konkrete dhe juridike, terminologjia e paqartë është një pengesë për implementim. Pika e cila duke se shkaktoi më shumë hilaritet ishte kërkesa që hetimet e SPAK të bëhen nëpërmjet inteligjencës artificiale, diçka e cila duket se indirekt ngrinte pikpyetjen në aftësisë së prokurorëve në hetimin e çështjeve komplekse të korrupsionit. Sugjerohet përdorimi i inteligjencës artificiale, teknologjive digjitale dhe analizës të dhënave, të cilat janë thelbësore në hetimin e krimeve komplekse. Kërkohet intensifikim i metodave proaktive të hetimit, përfshirë përgjimet, ndjekjet financiare dhe mbikëqyrjen elektronike, si dhe bashkëpunim më i ngushtë me strukturat hetimore të policisë shtetit dhe të policisë gjyqësore. Shtylla e 6 është bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë është e gatshme të bashkëpunojë ngushësisht për hartimin dhe monitorimin e politikave penale, shkëmbimin e statistikave, përmirësimin e ndihmës juridike ndërkombëtare. Synimi ynë është një mekanizëm i përbashkët për analizën dhe ndjekjen e progresit në luftën kundër kriminalitetit. Sa i takon bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë, dua të konfirmoj që bashkëpunimi me Ministrisë Drejtësisë, qoftë me prokurorin e përgjithshëm, qoftë me drejtuesin e prokurisë posaçme, sa i takon ndihmës juridike ndërkombëtare, por edhe përmirësimit dhe shkëmbimit të dhënave statistikore, është në një nivel të kënaqshëm. Disa rekomandime janë shumë përgjithshme dhe nuk përcaktojnë objektiva të matshëm, institucione përgjegjëse apo burime konkrete duke rrezikuar të mbeten deklarative dhe jo të zbatueshme. I thash këto për t'i bërë paraprit, pasi siç e thash edhe në hyrjet e fjalës time, në fillim të çdo viti, raportojmë edhe për mbushjen e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave në luftën kundër kriminalitetit. Kështu që patjetër në tërësinë e tyre rekomandimet janë të gjitha të mirëpritura dhe shprehim angazhimin maksimal si institucion që këto rekomandime të jenë në prioritetin e punës së institucionit, por nga ana tjetër disa prej tyre në mënyrën se janë formuluar apo se janë konceptuar nga pikpamja praktike paraqisin vështirësi për tu zbatuar. Dhe nuk që tani unë konstatoj vështirësi se si do raportoj për përmbushjen e këtyre rekomandimeve. Për të kuptuar marrëdhënien e mazhorancës me drejtsinë e re, duhet të shkosh prapa në kohë, kur Edi Rama, së bashku me Fatmir Xhafajin, bën të ditur se shumica socialiste do të prek nëpërmjet amendamenteve ligjore institucionet e drejtësisë. Tryeza organizuar një muaj më parë, etiketuar si takimi i dytë nivelit të lartë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformat, Mirëqeverisjen dhe Antikorrupsionin, dëshmoi qartë se mënyra se si drejtësia po funksiononte nuk është në linjë të drejtë me objektivat e qeverisë.